Një operacion i madh policor është duke u zhvilluar në fshatin Orosh të Pukës, ku dy persona të armatosur dyshohet se janë ngujuar brenda një banese të braktisur pranë shkollës së zonës. Për shkak të rrezikshmërisë së lartë të situatës në terren, janë angazhuar forcat speciale Renea, të cilat kanë marrë kontrollin e perimetrit dhe po përpiqen të neutralizojnë paqësisht objektivat. Sipas burimeve nga terreni, dy personat e armatosur qëndrojnë të fshehur në banesë prej më shumë se një muaji. Shtëpia ku dyshohet se ata fshihen nuk është e banuar prej kohësh dhe rezulton të jetë në pronësi të një si me emrin Mahil Jaku. Ndërkohë mësohet se një prej personave të ngujuar mund të jetë nipi i Jakut, por identitetet e tyre ende nuk janë bërë të ditura zyrtarisht. Policia po zhvillon negociata dhe ka bërë disa herë thirrje për vedorëzim, duke kërkuar që personat të dalin paqësisht dhe të dorëzohen tek autoritetet. Megjithatë, deri në këtë moment nuk ka asnjë përgjigje nga brenda banesës. Forcat Renea dhe policia lokale kanë rrethuar zonën, ndërsa mësuesit dhe banorët janë njoftuar të shmangin afërsinë e shkollës dhe truajnë qetësinë. Situata mbetet e tensionuar pasi autoritetet po vlerësojnë rreziqet dhe po përgatiten për çdo skenar të mundshëm që mund të kërkojnë ndërhyrje të specializuar. Ndërkohë nga informacionet paraprake, ata po përpiqen të zbulojnë arsyet e ngujimit të dytë të dyshuarve në banesë dhe nëse ata janë të shpallur në kërkim për vepra të mëparshme penale. Burimet shprehen se operacioni mund të zgjas pasi qëllimi kryesor i forcave në terren mbetet marrja nën kontroll e situatës pa viktima dhe me dorëzimin e të kërkuarve. Operacioni pritet vijojë për gjatorëve në vijim, ndërsa policia po monitoron ngushtë çdo lëvizje dhe ka marrë masat për të garantuar sigurinë në zonë dhe për të mbrojtur banorët e afërt.